Siç e dini, kanë dalë numrat e partive për zgjedhjet e 7 qershorit, para se me menu diçka, po du më tregu diçka shumë personale. Prej se jam në minen të Gjermanisë, nuk kam votu asnjëherë nga diaspora, sepse e kam pas idenë që nuk e kam të mjaftueshme informacionin për me di çka ju duhet qytetarëve dhe kush ju duhet qytetarëve atje. Ai kam bindjet e mia politike patjetër. Kom pas mbështetje të plot për disa deputetë të caktuar dhe veprat e tyre. Këtë radhë kom vendosur me votu dhe janë 3 arsye shumë të rëndësishme pse kom vendosur me votu. Arsyeja më e rëndësishme për mua është që grupi të cilin unë do ta votoj nuk e dëmton në asnjë formë qytetarin atje, edhe nëse nuk i duhet, edhe nëse i duhet, e unë mendoj që i duhet vendit e kryesisht parlamentit. Arsyeja 2 është vetë personazhi, në këtë rast Natyra Kuqi, sepse unë do ta votoj PSD-n, pra natyra është arsyeja alfa dhe omega pse kom vendosur me votu PSD-n. Po ashtu alfa dhe omega është arsyeja që nuk e dëmtojnë dhe mendoj që grupi më serioz dhe i vetmi grup opozitar për opozitën është PSD-ja si arsye e tretë. Nuk jam kërkushi, po do t'ju ftoja t'i bojmë së bashku 50.000 vota e ta çojmë PSD-n në parlament. E meriton, nuk më vjen shumë keq se kam plot miq në AK, më shumë se AK-ja. Më vjen shumë keq se kam plot njerëz të mirë në LDK, më shumë se do njerëz në LDK. Më vjen keq, po më shumë se PDK-ja, edhe do të ishte përballja më e drejtë kundër LVV-s.